Përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish në këtë përfundim të prajmit me mua Tirona Lilin. Nata e sonte në fakt ka qenë një natë që është diskutuar jashtëzakonisht shumë se çfarë do të ndodhë, se çfarë vendimi do të merret, se sa dënime do të merren dhe a është marrë dënimi merituar. Njerë fillimisht dua të komentoj këto qëndrime të Rogertit që më duken qëndrime fëminore dhe qëndrime që realisht bin jashtëzakonisht shumë në sy që fjalët e tij dhe bindjet e tij në momentin që merr një vendim nuk janë të vërteta. Tani të thuash para gjithë shqiptarëve që nëse do të del Marko nga shtëpia, do të dalë dhe unë, dhe më pas do me thënë të bësh filma të tipit që jo unë do dal, por mimika tregon tjetër gjë që unë do ri, mendoj që nuk etikon një banor të fortë, por thjesht etikon një banor i cili mundohet që të bie në sy gjas me do mikun e tij, por realisht ai e bën të kundërtën. Çfarë ndodhi me Markon dhe ai ishte vendimi merituar? Unë mendoj që Zarfi Zi nuk ishte vendimi merituar, ishte vendimi më i lehtë i mundshëm. Tani, duke parë që Greta ka përdorur një gjuhë jashtëzakonisht të rëndë, do me thënë ofendime jashtëzakonisht të rënda brenda asaj shtëpie, e quajti një vajzën prostitut, e quajti një vajzën me fjalët më të rënda, por që në momentin e parë kur opinionistët nuk është se e ngjitën Gretën për muri, aty e kuptova që Greta nuk largohet nga shtëpia Big Brotherit. Tani sonte, a u bë një padrejtësi? Me patjetër që u bë një padrejtësi, sepse nëse Marko bëri një gabim të vogël dhe u dënua dhe doli nga shtëpia, çfarë po bën Rogerti që po denigron, që po ofendon, që po shtërson, do me thënë u grint me Stenaldon më çan nuk i tha, do me thënë nisi edhe ta gjuan, e preku në fytyrë, miri gjithashtu me Arditin, pse ato vazhdojnë të qëndrojnë brenda ndërsa Marku është jashtë. Do me thënë, nëse flasim në mënyrë të drejtë, por unë e kam thënë gjithmonë, Marko bëri gabimin më të madh, një gjë që Marko tani do ta shikon, se Marko të gjitha gjërat do t'i dëgjon, vetë do t'ulet do ta studion lojën dhe do ta kupton ku ishte gabimi i tij. Tani, Artani thyen rregullin më të madh, e hapën biletën e kthimit që është rreptësisht e ndaluar të hapet, sepse që në momentin e parë kur Baby G ka sjellur ato bileta, Ledioni u ka thënë që ai që e hapën biletën do të ndëshkohet keq nga vllau i madh dhe Artani nuk u ndëshkua fare. 1. E dyta, Greta përdori një gjuhë skandaloze kundër drejt Juelës, por është në pyetje do me thënë aleancat e ftohta të krijuara, lufta e krijuar, sepse tani që sonte dhe ditët në vazhdim vazhdon lufta Greta Juela, edhe pse Greta do t'jetë e qetë, nuk do t'jetë e tensionuar, nuk ka nominim, duhet të zgjidhet një lider dhe do t'rregojnë anën e tyre më të mirë, sepse do me thënë kjo lojë ndërton i bën edhe psikolog, Greta do t'jetë super brenda asaj shtëpie që realisht edhe në debate me Juelën nuk është se do të vazhdon debatin. Dhe së treti, Selin ka përdorur një gjuhë jashtëzakonisht të keqe që në këtë pjesë edhe Gimbo që u bë pa fajt pjesë, do me thënë, sepse Gimbo në fund të ditës se kam thënë që nuk luan lojën e tij, por mban zhagun, luan lojën e Selin, do me thënë ra pre e diskutimi që Gimbo nuk ishte fare pjesë e këtij diskutimi. Tani kush konkretisht e dogji Markon? Markon e dogji provokimi i Artanit. Artani e bëri situatën që dhe Shëndriti dhe Marko të provokohen dhe Marko ne shkatroi dhe Marko sot është jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Kush e shpëtoi të gjithë shtëpinë dhe kush e doq kutinë e Pandorës, me patjetër që e doq Marku. Kjo ishte një strategji nga ana e produksionit për të mos e nxjerrë në asnjë mënyrë Gretën nga shtëpia, sepse tashmë janë krijuar dy polet më të forta dhe Greta ka treguar një anë të saj që ndoshta në ditët në vazhdim do ta përdorën brenda në atë shtëpi. Të qëndrosh me Rogertin edhe me Mirin, të përzgjedhësh të jesh mes i dy banorëve më të fortë
që gjuaj njëri tjetrin për aleancë me patjetër që do t'jesh jashtë. Unë kam thënë që Marko në atë grup qëndronte vetëm për një vot. Rogerti e mbante afër se i duheshte një vot për lider, i duheshte një vot kur duhet kombinim me grupin, por jo se i hynte Marko në punë, sepse Marko nuk është se përdori një strategji, nuk është se bëri ndonjë lojë, dhe vetë komunikimi që i bën dy opinionistët, që në fakt nuk ja vën në dukje në asnjë mënyrë gabimin që e bëri, e lanë të kuptueshme që domethënë është përzgjedhja e produksionit. Gjithsesi, uroj që më gabime të këtilla të mos të bëhen, sepse nuk është e bukur. Unë mendoj që duhet dënuar në formë të njëjtë. Gerta e meritonte më shumë të dënohet nga Marko sonte, sepse ka përdorur një gjuhë jashtëzakonisht të keqe. Në qoftë se Marko doli nga vetja u acarua të njëjtën sken e kemi parë edhe një natë më parë mes Rogertit dhe Stenaldos, të njëjtën sken e kemi parë mes Gretës dhe Juelës, nëse Marko i ra shëndritit në dorë, të njëjtën gjë e bëri dhe Greta me Juelën, do me thënë Greta i ra Juelës në dorë. Por nuk kuptohet, Marko nuk u hynte në punë, kaq ishte muhabeti, tani do me thënë është Greta në pyetje. Tani do shohim se si do shkojnë gjërat, a do të lulëzon Greta në vazhdim, apo nuk do të lulëzon, a do të hakmeret Rogerti, që ja nxorën Markon jashtë dhe që po ja paksojnë grupin, se realisht grupi i Selinës, grupi i Gimbos, Mateos, po tregohet shumë më i fortë në lojë se sa grupi Rogerti, se për dy prajme me radhë, do me thënë dalin dy gocat, një gocë dhe një djalë, të cilët kanë qenë jashtëzakonisht të afërt me Rogertin, dhe kjo tani krijon një lloj konkluzioni tjetër në shtëpi, që banorët të cilët të afrohen ty, banorët të cilët ta besojnë lojën ty, dalin shpejt nga shtëpia. Tani Arditi ju largua, e shoh që edhe Miri është në luhatje, çfarë do bën, do largohet apo do qëndron, nëse qëndron ndihet i rrezikuar, si do shkojë kjo lojë. Gjithsesi, domethënë, Greta është në shtëpi. Nuk u gjykua fare nga opinionistët, nuk u gjykua fare nga produksioni, thjesht u transmetua një video e cila mbeti thjesht si një video dhe asnjë gjë tjetër më shumë. Do të shohim a do të ketë një kuti tjetër Pandore. Mendoj që në qoftë se kutia tjetër e Pandorës do të bie tek Selin, jam i bindur që Rogerti do t'i hakmeret dhe do t'a bën të njëjtën gjë. Do t'jenë disa ditë të tensionuara nga ana e Rogertit, nuk ma merr mendja që do t'i lërë banorët të qetë brenda në shtëpi. Tensionet kanë filluar që tani, sepse Rogertit po i paksohet grupi dhe e ka shumë të vështirë që të dominojë në këtë lojë. Ndërsa pjesa tjetër, do me thënë, po krijojnë aleanca shumë të forta, po krijojnë lojë shumë të fortë dhe në fakt qëndrojnë në qendër të vëmendjes. Marko ishte thjesht, si me thënë, kurbani i kësaj loje që u manipulua, edhe pse nuk u tregua në fakt në videoklip, u bë me plan në dhomën e krimit.